të vitit të kaluar. Smalaj. Po ndodha ajo që kemi pritë që sa kohë, domethënë, është pa nga larg ka qenë e dukshme që disponimi është për shkuar zgjedhje. Kjo është reflektuar edhe me ngërçin e kaluar që tani ka filluar të bëhet normalitet. Edhe shkurja në zgjedhje sikur po e shpesh domethënë po normalizohet, sa që qytetarët tani pothuajse kanë ardhur në një gjendje ku thuhet hajde ne marrim më shpejt ato zgjedhje se na keni lodhur me zgjedhje. U pa dhe sot, domethënë, qëndrimet edhe të LDK-s, edhe të vetëvendosjes, edhe të PDK-s që sot, domethënë, do vendos që tani vendi do shkojnë zgjedhje, ndoshta nuk do duhet pritej fare këto 7 ditë, ku vendi shpërndahet edhe më. Po megjithatë është afati kushtetues, deri ministrit të. Afati është, po në rast se nuk ka ndonjë ofertë ndaj partitë më të merren vesh, mos ta humbin pak edhe një javë dhe mos t'i presin ato 45 ditë, po të marrin zgjedhjet edhe më herët, sepse ndoshta prap mund të kemi zgjedhje. Nga ofertat që i pam, domethënë, oferta për LDK-n për të marrë qeveri, në farë mënyrë është pak e zbet, sepse pushtetin në ekzekutim varet nga votat që i kenë kuvend. Me votat që i kanë kuvend, vetëvendosja nuk i duan fare votat e LDK-s për qeverisë. Dhe kjo e bën sikur me dhënë një lloj bakshishi në farë mënyrë pushtet. Ndoshta ishte më shumë një ofertë për disa vende pune të disa zyrtarëve të LDK-s, se sa për nda pushtet, sepse nuk ndan pushtet përderisa votat e LDK-s nuk duhen fare në kuvend. Ti mund qeverisë për ato vota. Aty ku duhen 2/3 e kemi pa që LDK zakonisht ka votu pro. Edhe marrëveshje me Bashkimin Evropian, edhe marrëveshje ndërkombëtare. Kështu që nuk është fare relevante LDK-ja për të qenë pjesë e ekzekutivit. Ndoshta mund ta ndante pushtetin ose një pjesë pushtetit të vendosjes sikur ta merrte presidentin. Po si duket nuk ishte një ofertë të tillë për president. Qeveri kemi, president s'kemi. Po, nuk ishte një ofertë të tillë, ishte oferta për kryeparlamentarin, edhe pse pesha e kryeparlamentarit kryesisht po pritet të shtohet kur mungon presidenti. Presidenti që zgjedhet tani, nëse zgjedhet për 5 vite, mos do të ketë punë për kryeparlamentarin që ta ushtrojë këtë funksion. Për ndryshe vazhdon të jetë një funksion si një lloj speaker, si një lloj udhëheci teknik i seancave, që nuk është që vërtet do i ndaj pushtet mjaftueshëm të vendosjes, e njëjta vlen edhe për ofertën për PDK-n që ndrimi i presidentit me marrjen e kryeparlamentarit, sepse nuk ishte shumë e qartë, sepse siç e tha zotri Hamza, ai do të ndodh pasi që të zgjidhet presidenti. Dhe marrë për bazë mungesën e besimit mes partive, nuk është që edhe kam besu shumë që ndoshta kjo mund të ndodhë, po dhe sikur të ndodhte, pozita e kryeparlamentarit nuk është që i ndanë shumë pushtetëve të vendosjes, tani kemi ardhur një gjendje ku vendi është përballë dy të këqija, po 2 jo të mira. Ose një parti do të marrë pushtet absolut, ose vendi do të vazhdojë me bllokat. Kjo mund të ndrojë në